Përshëndetje nga Stambolli të nderuar teleshikues. Jemi këtu për të parë më së afërmi organizimin e shqiptarëve në shtetin turk. Siç dimë, komuniteti ynë është jashtëzakonisht i madh në këtë shtet dhe viteve të fundit qoftë edhe kanë filluar edhe të organizohen duke themeluar edhe asociacione të ndryshme, organizata të ndryshme e kështu me radhë. Përndryshe Stambolli është një qytet i cili ia vlen të vizitohet nga çdo kush, ka shumë gjëra tepër interesante për të vizituar dhe mbi të gjitha ka edhe shumë gjëra kulturore dhe historike të cilat janë të themeluara nga vetë bashkëkombësit tanë që në këtë vend do të jetojnë që nga mesjeta e deri në ditët e sotme, ku edhe luajnë një rol jashtëzakonisht të madh si në jetën politike, në atë kulturore, ekonomike dhe atë sociale. Perandori francez Napoleon Bonaparte dikur kishte thënë se nëse bota do të ishte një shtet, kryeqyteti i saj do të ishte Stambolli. Nga gjithsejt 81 milion banor sa ka Turqia, Stambolli ku takohet lindja me Perëndimin ka mbi 16 milion banor, duke i shtuar edhe 2 milion turist dhe persona të tjerë që vinë në këtë qytet për çdo ditë, qoftë për ta vizituar apo për të punuar. Në këtë qytet të mahnitshëm me arkitekturë magjepsëse dhe vende të fshehura, llogaritet se banojnë rreth 3 milion shqiptar. Viteve të fundit i gjejmë shumë më të organizuar se më parë. Më 23 shkurt të vitit 2013 në lagjen Bajram Pasha të Stambollit është hapur qendra kulturore e Kosovës që funksionon në kuadër të Ministrisë së Diasporës së Republikës së Kosovës. Drejtori i parë i kësaj qendre është Qamil Bytyqi, familja e të cilit është shpërngulur në Turqi nga Sllovia e Lypjanit në vitin 1964. Qamil Bytyqi çdoherë ka kontribuar në dobi të çështjes kombëtare. Si rinist, nga Turqia do të shkojë të studiojë në Kosovë në vitet e 80-ta, ku do të sheh më së afërmi padrejtësitë dhe diskriminimin që i bëhej popullit të tij në Jugosllavi. Pas përfundimit të studimeve, do të rikthehet në Turqi dhe do të jetë aktiv në shoqatën Vllazëria Turko-Shqiptare. Në kuadër të kësaj shoqate, ai është marrë edhe me publicistik, duke trajtuar tema me interes për shqiptarët në Turqi dhe në trojtë etnike. Në kuadër të këtij aktiviteti, e ka nxjerrë revistën Besa në emër të shoqatës Vllazëria Turko-Shqiptare. Për ta sensibilizuar opinionin dhe autoritetet vendëse, në vitin 1998 e ka botuar në gjuhën turke librin Çështja e Kosovës. Po ashtu, ka përkthyer në turqisht edhe librin Shpërngulja e shqiptarëve nga Serbia Jugore në vitet 1877-1878 dhe vendosja e tyre në rrafshin e Kosovës të autorit Sabit Uka. Gjatë kohë ka punuar si përkthyes turqisht shqip, ku ka patur rastin të përkthej për të gjithë udhëheqësit e Kosovës dhe Shqipërisë, duke filluar nga Rugova, Femi Agani, Adem Demashi, Hashim Thaçi, Bamir Topi e të tjerë gjatë vizitave të tyre në Turqi. Në ditën që unë e vizitova, ligjëronte falas mësim në gjuhën shqipe edhe atë disa herë në javë për të gjithë të interesuarit. Sidomos, kursistë të tij do të jenë persona me origjinë shqiptare që kanë haruar gjuhën shqipe apo nuk kanë pasur mundësi që ta mësojnë ndonjëherë. Şimdi ben size soracağım. Bunlardan herhangi birini siz de cevaplıyorsunuz. Senden başlayalım. Çırka bir tavolin. Tavolin ka laps. Bir tavolin. Bir tavolin sa. Bir tavolin ka lapsa. Evet. Çırkanın tavolin. Nën tavolinka libra. Libra olabilir. Biz kedi yaptık. Masa olabilir. Kitap da olabilir. Çırkanı tavolin. Nën tavolinka çanta. Evet, nı tavolin ka çanta. Çırka bir tavolin. Mbi tavolinka
Lapse. Lapsa. Lapse. Bir tavolinë ka lapsa. Ya da şöyle diyelim, bahçede ne var? Aynı cevap. Çı ka në obor. Mesela şey diyebilirsin, öğrenci diyebilirsin. Për një çast, ndajtëm anësh një nga kursistit që të na tregoj se pse kishte ardhur të mësoj gjuhën shqipe. Quhem Esra. Dhe pse jeni këtu? Jam shqiptare dhe kam dëshirë të mësoj shqip. Shumë faleminderit. Nga viti 2012 më veç jeni edhe drejtori i Qendrës Kulturës Republikës Kosovës këtu, por e veçanta te ju është se ju mbani edhe ligjerata gjithsesi mësim plotësues për të gjithë të interesorit që duan të mësojnë gjuhën shqipe. Ne sot kur erdhëm këtu, faktikisht ju gjetëm juve edhe duke ligjeruar me disa nga kursistët tuaj. Na intereson fakti se në radhë të parë nga vjen disponimi që ta themeloni një dek ku do të ligjerohet gjuha shqipe, dhe e dyta, sa është interesimi për ta mësuar gjuhën shqipe këtu në Turqi? Këto kurset ne I kemi jashtë orarit punës, sepse njerëzit punojnë. Deri në orën 6-7, çdo ditë këtu njerëzit punojnë përveç të shtunës dhe të dielës. Unë kurset këtu pas orës 7 I kam, dhe të shtunë dhe të dielën I kam. Domethënë në një kohë, për shembull çdo ditë prej orës 7 deri në 9:30 kam pas kurse, domethënë 5 ditë. Pastaj të shtunë dhe të dielën I kam pasur 3 grupe, nga ora 12 deri në 9:30. Por unë vija këto 1 orë më herët e hapja qendrën. Domethënë 9 orë, 10 orë kam qenë këtu edhe të shtunën edhe të dielën. Pastaj edhe çdo ditë pas orës 7 kam qenë këtu. Për shembull tani momentalisht I kam 2 grupe të shtunë dhe të dielën që jap mësim dhe I kam 2 grupe që jap për shembull gjatë javës, të martën, të mërkurën dhe të ejtën. Dhe këto krejt janë jashtë orarit punës. Unë si drejtor që kam qenë më parë, për shembull e kam pas orarin e punës nga ora 9 deri në orën 5. Pas orës 5 të gjithë punët që I kam kryer, domethënë I kam kryer vullnetarisht. Dhe për kurset e gjuhës shqipe që I kam dhënë, asnjëherë nuk e kam marrë. Domethënë të gjitha kanë qenë vullnetarisht. Një kohë deri 33-35 orë kam dhënë mësim në Qendrën Kulturore të Kosovës, siç u thash, jashtë orarit të punës. Domethënë pas orës 5, edhe të shtunën dhe të dielën, dhe mund të them që 6 vite që punoj, asë një ditë pushim nuk kam marrë nga shteti, domethënë, me shku 1 muaj me dalë më shëtit, asë një ditë, domethënë, në pushim nuk kam pas deri tani. Pse gjithë ky vullnet, një njerë kam thonë gjithmonë, kur don një punë, kur e ban me dëshirë, ka edhe entuziazëm, edhe nuk lodhet. Në Turqi me 12 dhjetor, vitin e kaluar, është pranuar gjuha shqipe si lëndë zgjedhore në klasat 5, 6, 7 dhe 8. Dhe mësimi parë do të mbahej në Izmir, në lagjet të Izmirit, dhe mu ftuan mu të shkoj të marr pjesë. Dhe unë nisa këto, I ka rreth 600 kilometra, shkova si mysafir unë shkova të marr pjesë. Ishte një rast historik në Turqi që në shkollat turke të jepet gjuha shqipe si lëndë zgjedhore. Edhe thash të jem unë në atë rast, të jem edhe unë aty, kisha dëshirë të madhe. Shkova më thanë, e jap ti mësimin, thash, e japi unë mësimin, e jap nuk është më rësi, e thash mësimin e parë. Dhe më thonë, e kam atë nderin unë që kur ka filluar kursi gjuhës shqipe, jo kursi, po si lëndë zgjedhore, është pranuar gjuha shqipe në shkollat shtetërore të Turqisë, unë jam I pare, apo e kam atë nder që e kam dhënë mësimin e parë. Dhe mësimin e kam dhënë, dhe vetëm I kam ndruar teshat dhe minë e jumë këthy. Dhe më thonë, I kam bërë 1200 kilometra rrugë, vetëm që të jem në atë rastin historik të quaj. E kretë kjo është ka lidhe shumë me dëshirë njëri që punon një punë, me dëshirë nuk lodhet.
Pastaj ne këtu kemi kurse, unë jap kurs edhe në një universitet të Turqisë, Yıldız Teknik Universiteti si quhet, edhe aty 6 orë në javë kam mësime të kursit të gjuhës shqipe, edhe aty për shembull japi vullnetarisht. Asnjë euro, asnjë lira, po themi parë turke nuk marr. Vullnetarisht shkoj japi mësimin pa pagesë, pa kurrë. Vetëm që të mësohet gjuha shqipe sa më shumë në Turqi, prej vullnetit. Pastaj unë gjuhën shqipe e jap edhe në internet. Ju tregova para një ore, për shembull ata që nuk kur e hapa kurset këtu në Qendër Kulturore të Kosovës, për shembull kishte shkruanin njerëzit në Facebook, në email, por ne çfarë kemi që jemi larg Stambollit, apo çfarë kemi ne që nuk jemi afër Bajrampaşës. Ne nuk po kemi mundësi të vim dhe të vijojmë kurset të gjuhës shqipe në Qendrën Kulturore të Kosovës. Thash, nëse ju, me moton, si me thonë, nëse ju nuk mund të vini, unë e vite ju. Dhe fillova me dhonë kursin e gjuhës shqipe në internet. Kurset që jepja këto, për shembull, i kam dhënë edhe në internet. Duke filluar nga alfabeti i gjuhës shqipe dhe njëjtë sikurse këtu i kam dhënë edhe në internet dhe në për qytetet të ndryshme të Turqisë, me shumë njerëz, shqiptar apo turk, ka që e mësojnë gjuhën shqipe nëpërmjet internetit që e japi, apo online, si me thonë, e japi. Prej aty mund të ndjekin mësimet e gjuhës shqipe. A mund na tregoni pakës cilat kanë qenë aktivitetet e zakonshme kulturore që i keni zhvilluar këtu në Qendrën Kulturore? Ne si Qendër Kulturore Kosovës kemi pasur aktivitete të themet të përhershme dhe aktivitete që kemi bërë kohë pas kohe. Për shembull, si aktivitete përhershme kemi pasur kurset e gjuhës shqipe, pastaj kemi pasur edhe kursantët që vinë këtu, apo për shembull edhe shqiptar që jetojnë në qytete të tjera, Ministria e Diasporës, edhe para se të hapej Qendra Kulturore e Kosovës, fton shqiptar që jetojnë në Turqi që ta vizitojnë Shqipërinë dhe Kosovën. Për shembull që 7 apo 8 herë i kemi bërë këto vizita. Ata që marrin pjesë vetëm i mbulojnë shpenzimet e rrugës deri në Shqipëri apo në Kosovë, se disa vitet e fundit shkojmë në Tiranë, pastaj kthehemi në Prishtinë apo në Kosovë, nga Prishtina kthehen ata që vizitojnë. Edhe për shembull e paguajnë vetëm rrugën deri në Kosovë. Kurse në Kosovë, të gjitha lëvizjet që i bëjnë me autobus, pastaj ushqimin, akomodimin nëpër hotele, shëtitjet, të gjitha Ministria e Diasporës ka mbuluar dhe kjo është një aktivitet shumë i mirë, sepse njerëzit i shohin vendet nga i kanë ardhur babai, gjyshi, etrit e tyre. Për shembull këtu janë disa vende larg ku jetojnë shqiptar që as babai as gjyshi nuk kanë qenë në Kosovë. Gjyshi ti ka ardhur i vogël 100 vite më parë. Për shembull për ata, se unë kur i kam organizuar këto vizita, unë nuk i kam marrë vetëm kursantët e gjuhës shqipe, por kam marrë shqiptar nga vendet e ndryshme, nga qytetet e ndryshme. Një që ata të shohin se ata i kanë kushtet më të vështira, më larg, edhe nuk kanë shumë të afërm tani në Kosovë. Edhe kam zgjedhur prej tyre. Pastaj kam zgjedhur prej qyteteve të ndryshme për shkak se që të njihen njëri me tjetrin. Për shembull, pas këtyre vizitave që i kemi bërë, që 7-8 herë në Kosovë dhe në Shqipëri, shqiptarët që jetojnë në qytete të ndryshme janë njohur apo janë njoftuar me njëri tjetrin dhe sot ende e vazhdojnë atë miqësinë, shoqërinë. Këto kanë qenë shumë. Pastaj këtu kemi organizuar shumë edhe unë me qëllimi kam kushtuar konferencave apo paneleve të ndryshme me çështje kombëtare. Për shembull, kemi organizuar 3-4 herë për Çamërinë, jo vetëm në Stamboll, por kemi organizuar konferenca edhe në Bursa, edhe në Izmir. Për shembull, tashti unë duke shkuar në Bafra, edhe në Niksar, Bafra, Niksar i ka rreth 800 km larg Stambollit,
Kam biseduar për ditët e kulturës që do t'i organizojmë në fund të nëntorit dhe në fillim. Për shembull, ne dhjetore kemi në Bafra një koncert. Por si që thashë nuk jam në drejtori qendrës, unë kam shkuar dhe i kam organizuar. Edhe, për shembull, Niksari, ko prap 800 km larg Stambollit, atje i kemi ditët e kulturës shqiptare, që aktivitetin ton ta shtrim edhe në qytetet tjera. Mos të kufizohemi vetëm me Stambollin, se Turqia është shumë e madhe. Edhe një gjë është interesante këtu, që të gjitha aktivitetet këtu kur t'i organizojmë, për shembull sallat e këto kreti kemi pa para, Turqia na ofron. Kryetarët, komunat, pastaj Valio, shkojmë, kërkojmë, kështu e kemi një aktivitet, dhe këto aktivitete, për shembull ne nuk pagojmë asgjë për salla. Për shembull, kremtojmë pavarësitë e Kosovës, 1 vjetër, 2 vjetër, 3 vjetër. Besonin në botë, edhe këtë e ka thonë edhe ish ministri i diasporës Brahim Makolli, në botë askund, për shembull, vetë komuna nuk e feston pavarësinë e Kosovës. Kurse ne këtu në Turqi, edhe si qendër, po edhe si shoqat, përpara si shoqat vllazëria turke shqiptare apo shoqat të tjera, ka ndodhur këtu, kemi ftuar këngëtar nga Kosova dhe për shembull të gjitha shpenzimet edhe këngëtarëve, le që për shembull na kanë dhënë sallën pa parë, zërimin, shpenzimet e këngëtarëve, parat që ja kemi dhënë këngëtarëve, rrugën e të gjitha i kanë mbuluar komuna e Bajrampashës dhe komuna Kyçükçekmece, ku jetojnë shumë shqiptarë. Domethënë, krejt në bursa kemi pas aktivitete, sallat gjithmonë i kemi marrë pa para. Edhe kjo tregon në një mënyrë edhe fuqinë e shqiptarëve në Turqi, por edhe respektin Turqia që ka ndaj shqiptarëve. E si thatë pak përpara, në Turqi asnjëherë nuk ka qenë gjuha shqipe e ndaluar. Sepse në perëndim unë i lexoj në median sociale, për shembull tregojnë se në Turqi nuk mund të thua që jam shqiptar, andaj krejt këto janë gënjeshtra. Është një kënaqësi jashtëzakonisht e madhe për ne të dimë diçka se çka po ndodh me shqiptarët në shtetin turk. Viteve të fundit flitet shumë se sa është numri i shqiptarëve. Ju keni kontakte të shumta me shqiptarët, përveç në Stamboll, edhe në Izmir, në Burz dhe në vende të tjera. E dim se nuk ka ndonjë shifër zyrtare, po çka do na tregoni sa mund të jetë numri i shqiptarëve në shtetin turk? Në Turqi kur të bëhet regjistrimi i popullsisë, pyetjet që bëhen, ndër ato pyetje nuk ka ndonjë pyetje që pyet për kombësin. Për fe pyet cilës fe i takon, por cilët komb i takon nuk pyetet. Për këtë arsye në Turqi nuk mund të themi zyrtarisht që ka kaq milion shqiptar, por në përgjithësi, me thonë drejtën, mua kur më kanë bërë një pyetje të tillë, sikurse ju që ma bët pak përpara, unë zakonisht më parë kam thonë që janë 3 deri 4 milion, por në webfaqen e Ministrisë së Punës së Brendshme të Turqisë kam lexuar që kjo shifër mund të shkojë deri në 5 milion. Do të thonë mund të themi ndoshta rreth 5 milion shqiptar jetojnë në Turqi në përviset e ndryshme të Turqisë. Do të thonë mund të themi që ndoshta 1.200-1.300 kilometra larg Stambollit. Ka fshatra, ka shqiptarët, vende ku jetojnë shqiptarët. Si do ta karakterizonin kontributin e shqiptarëve që nga mesjeta deri sot në shtetin turk? Së pare shumë shkurt, mund të them që shpërngulja shqiptarëve në Turqi, shumë shkurt, asë 1 minutë nuk të zgjatë, unë gjithmonë e kam ndarë në 3 faza. Më thonë edhe kur ka qenë perëndëria bizantine, në të themi në Turqi sot, se ka qenë perëndëri bizantine, edhe atëre ka pasur shqiptarë që kanë kontribuar në perëndërim bizantin, në për detyrat të ndryshme, dhe ka pasur që janë shpërngulur në për vendet e ndryshme, për tokat sot, për Anadollën e kam fjallën, sepse këtu ka sundu perëndëria bizantine. Pastaj perëndëria osmane ka ardhur dhe ka sunduar, dhe në atë kohë, domethënë, edhe kohën e Bizantit ka pas shqiptarë që kanë jetuar në për këto vende,
Pastaj kemi edhe në kohën e Perëndisë Osmane, sepse ka pas në për detyra të ndryshme që kanë punuar në Perëndorinë Osmane, edhe pas ka fundi Perëndisë Osmane dhe me krijimin e shtetit modern të Turqisë ka pas shpërngulje para luftës së dytë dhe pas luftës së dytë botërore që janë shpërngulur shqiptarë. Nëse marrim kontributin e shqiptarëve, shqiptarët vetëm për pjesën e Perëndisë Osmane po flas më shumë. Në këtë kohë në Perëndorinë Osmane dihet që rreth 33 sadriazem kanë qenë me origjinë shqiptare. Do të thonë sadriazem do thotë kryeministri i sotëm. Ka pasur sadriazem që është emëruar pas 4 orë, është larguar nga detyra, por ka pasur edhe sadriazem që ka kontribuar apo ka qenë sadriazem 15 vite në Perëndorinë Osmane. Kur të marrëm Perëndorinë Osmane si 500 vjeçar, rreth 95 deri 100 vjet, sadriazem kanë qenë shqiptarët e kanë sundu Turqinë. Dhe më thonë, shqiptarët kanë qenë si bashkësundues të Perëndorisë Osmane. Dhe këtu është një hulumtues, të themi, i shqiptarëve, i cili ka hulumtuar shumë për shqiptarët, ai thot, dhe disa herë ka thonë, e kam ftuar në konferencë këtu në Izmir, e ka thonë që shpesh në Këshillin e Ministrave ta quajmë të atëhershëm, për shembull, nga njerë është folur vetëm gjua shqipe, sepse shumica edhe të ministrave të theme, edhe kryeministri atëherë sadriazami, për shkak se kanë qenë shqiptarë, thotë që është folur edhe shqip. Kurse në kohën e Turqisë moderne, për shembull ka në të gjitha fushat, për shembull në arsim, në ushtri, në polici, në politik, kemi shumë shqiptarë që kanë kontribuar dhe kanë arrit në nivelet më të larta të Turqisë, domethënë në udhëheci deri te presidenti, kryeministri, ministra, por edhe në fusha tjera, për shembull në sport. Sot me pyet dikën, cilët futbollist janë më të njohur në Turqi, për shembull është një Lefter, që ka ndonjë thjesht thonë, të gjithë mendojnë që është grek, sepse është ortodoks, a me origjinë ai ka qenë shqiptar. Për shembull është Metin Oktay, edhe ai ka qenë me origjinë shqiptar. Pastaj, për shembull, edhe ju e cekët themeluesi i Universitetit të Stambollit ka qenë Hoxtasine nga Çamëria, nga Filate, nëse zgaboj, ka qenë me origjinë, apo Konica ka qenë. Pastaj kemi këngëtar, kemi kampion botror që kanë zonë vendin e parë. Për shembull, para 3-4 vitesh, një shqiptar, Ratko Cer, Ratko Cer i themin e muazheve që në shpengull nga Toplica, për shembull, aje ka zonë vendin e parë në një garë në Zagreb, që është majtë, në Grokoremen i thojnë turqisht, për shembull, vendin e parë e ka zonë botë në 74 kg. Vendin e parë në botë e ka zonë. Domethënë në Turqi, në çdo fushë, në arsim, në sport, në për shembull këngëtare e njohur Emel Sayën, ju keni ndëgjuar sigurisht, është me origjinë shqiptare. Edhe kemi ne kasetën që e ka kënduar edhe këngën Oj Kosovë në Naime në gjuhën shqipe. Ju tregoj, ma vonë edhe këto e kam dhënë edhe në Facebook. Në vitin 1993 e ka kënduar këtë këngë dhe televizori shtetëror turk, po që se zgaboj 63 minuta ka zgjatë këtë koncert e ka dhonë, ka kënduar turqisht, po ndër to e ka kënduar edhe këngën Oj Kosovë në Naime. Pastaj është Barish Manço, si këngëtar ndër më të njohur në Turqi, jo vetëm Turqi, por ai kur ka kënduar në një sallë në Japoni, të gjithë sallat ka qenë edhe kryeministri mbushtetasit japonez, dhe të gjithë janë quar dhe kanë duar trokit këtë Barish Manço, edhe ai ka qenë me origjinë shqiptare. Do thonë, ka edhe shumë të tjerë që kanë kontribuar dhe në Turqi. Është vështirë me di se cili është shqiptar, cili jo, sepse emrat i kanë pothuajse si njëjtë. Për shembull, kam emrin Çamil, ka edhe shqiptar Çamil, ka edhe turk, ka edhe kurd, edhe për shembull kombëve komsive tjera, çerkes që e ka emrin Çamil. Është vështirë me dalluar këtu. Shkon në një spital kur është një profesor doktor,
thot jam shqiptar. Apo një gazetar, për shembull, del në televizor, ndonjë artist, për shembull, del në intervistë dhe thot unë jam shqiptar apo shqiptare. Do thonë ka në të gjitha fushat, në jetën në Turqi, në të gjitha fushat kemi shumë shqiptar. Pse këtë më herët se këtu nuk mund njerëzit t'i dallojnë se kush është shqiptar, kush nuk është, mirë po nga ajo që dinë, për shembull, turqit, si shohin shqiptarët, ai trajtojnë si njerëz të mirë integruar në shoqëri? Kuptohet vetë fakte, si thash pak përpara, siç u thash, në perëndorinë osmane kanë qenë 33 sadrazem. Kjo tregon se populli turk ka një besim të plot të shqiptarët. Por kjo edhe tregon aftësinë e shqiptarëve që janë të aftë që të udhëhecin. Siç e dini, edhe në perëndorinë bizantine ka pas shumë shqiptar. Për shembull, do të ishte mirë kur shkonin në Bursa, me shkun edhe pazarosht ura. Ai Justiniani që ka ndërtuar turën. Justiniani ka qenë, për shembull, perëndor Bizantin apo Roma ka qenë dhe ka ndërtuar urën, është në Beshkëpër. Edhe fshatarët aty janë shqiptar. Për shembull, kjo ka qenë para erës në vitin 350 apo pas erës në vitin 350, domethënë shqiptar kanë qenë. Domethënë shqiptarët si komb janë të aftë të udhëhecin, të jenë lider. Ndoshta edhe kjo për shkak se kemi ne këtë aftësi të liderit, nuk po mundemi me bërë diçka për vete, se të gjithë jemi lider. Në Turqi, më të vërtet kudo që të shkosh, kur të thuash që jam shqiptar, më të vërtet të respektojnë, sepse e din që je trim, je burri i fjalës, që e mon fjalën, edhe që e don Turqien, edhe je i Zotit, domethënë kudo që të shkosh e ke një respekt të madh në Turqi, kur thuash jam shqiptar, dhe nuk bëjnë dallim a je shqiptar a shka je. Nuk pyesin në për detyra këto kur të vish, nëse je i Zotit, mund të vish, mund të bësh president, mund të bësh kryeminist apo ministër, edhe në për detyra më të rëndësishme, mund të vish edhe me disi shqiptar, nuk është më rëndësi, sepse kanë një besim të plot shqiptarët në Turqi. Kur ndodhen këto ngjarjet, jo këto, po kur ndodhen ngjarjet në Kosovë, të dhe të nishin, studentët kur u qunë në demonstrata, këtu një gazetë më kujtohet shumë mirë, se do në atëre kam qenë në Kosovë student, një gazetë shkruante për shqiptarët dhe për ngjarjet e të dhe të nishit, dhe ndërta thoshte që shqiptarët kanë aftësi lidere. Stambolli ka qenë 1500 vite qyteti më i rëndësishëm në botë. Përpara se të nisem për në Bursa, vendosa të vizitoj disa vende të njohura historike dhe kulturore, të cilat i ofron Stambolli si kryeqendra e 3 perandorive të mëdhaja, asaj romake, bizantine dhe perandorisë osmane. Aja Sofia apo Shën Sofia, e ndërtuar në vitin 536 pas Krishtit nga perandori Justinian, e kthyer në xhami në vitin 1453, tani më funksionon vetëm si muze. Një vizitë interesante përveç vizitave në për objekte të rëndësishme fetare, ka qenë edhe vizita në ish ujësielësin e Stambollit, Yerebatan Sarniqi, që tani është kthyer në një muze atraktiv për vizitorët e huaj. Po ashtu vlen të vizitohet edhe kulla e Vashës, nga ku edhe mund të relaksoheni dhe të shihni pamjen më të bukur të Stambollit dhe perëndimin e diellit. Të
vish në Stamboll, sigurisht se duhet të vizitojsh edhe një nga tregjet më të mëdha në Turqi, Kapali Çarshi. Kapali Çarshi ka 3000 shitore të ndryshme që sigurisht se e bëjnë këtë treg të madh edhe më interesant. Vlen të theksojmë se këtu janë bërë edhe xhirime për filmin e James Bondit, Skyfall me artistin Daniel Craig. Duke ecur nëpër Kapali Çarshi, pash edhe biznese të menaxhuara nga shqiptar dhe dëgjova edhe të flitej në gjuhën shqipe. Sa vite jeni këtu? 35 vjet. 35. Po. 1982 në. Pse vendosët vini këtu? Po, kushërit i kina këto ketë, e të nanës i kam ketë në Shkup i kam. Babun e kam Turqeri, nanën e kam Shqiptar. Sa herë vizitoni Shkupin? Si ca 10 vjet, 100% njëre shkoj. Garantu, 1, 2, 3, pro dëgja që është. Ka përcen. Këtu në Turqi si kaloni? Me vendasët? Mirë, super. Shki si në Jabanxhia, më kupton. Në Ballkanit i ne. Jeni vendas? Po, vendasin e, për qatë, s'ka problem. E, na tregoni pak për këtë biznesin tuaj. Çka do të thotë shitni? Treguat pak se janë këta për mësyrë Këto janë turistika. Këto janë bijuteri për suvenira për turistë, a? Suvenir janë, s'janë bijuteri. Këto janë suvenir janë, për mësyshe janë. Mendoj për kerë, kësi sene me për qelë, se më kupton. Këto janë të lëkurës për ndora, si sene. Këto janë për gratë, më kupton. Edhe këto janë për mësyshe. Niso e ketë për mësyshe. Kësi sene për mësyshe me sata, që ashtu? Po, më intereson si keni arritur mos e harroni gjuhën shqipe. Pa, une s'ka qare gjë e nanës, se më kupton. Me arru së është mirë. Se foli këto, kam shusni shumë, edhe në shpe foli. E për qëtë s'arrot. Gjë e nanës në ka arrot. Unë jam më shumë ka dajalart janë, më kupton. Me ato jam më shumë të lidhme. Se edhe ato kam tregti bojnë. E une ati në ju nimoj, ato punojnë me tepika me asesene, me plastika me qasesene. Une ju nimoj, pëse ato s'din të ushet folin, e kur vinë këto, une ju nimoj atë në. Po ashtu vizitova edhe pallatin e sultanit Topkapi Sarai. Pallati Topkapiz do t'ju sfidoj me pamjen më të bukur që keni parë ndonjëherë. Pamjen më mahnitëse të detit të Marmaras do ta memorizoni vetëm aty. Këtu mund të shihni edhe shpatën e profetit Muhammed dhe gjësende të tjera që i kanë takuar profetit. Në qytetin e Stambollit do të mahniteni edhe nga xhami tepër të bukura në shumë vende të qytetit. Xhamia e Sulejmanis, Sulejmani Xhami, gjendet në Stamboll, të cilën e ka ndërtuar Sultan Sulejmani i Madhërisëm në vitin 1557. Arkitekt ka qenë shqiptari Mimar Sinani, i cili ka filluar punimet në vitin 1550. Vari i tij gjendet në anën veriore të xhamisë. Kjo xhami është e dyta për nga madhësia në Stamboll dhe njëra ndër objektet ndërtimore më të rëndësishme të Stambollit. Stambolli është një qytet që natyrshëm takon të shkuarën me të tashmen dhe ndërthur kultura të ndryshme e të largëta europianen me aziatike. Gjithçka në këtë qytet është dinamike, madje e zhurmshme e në të njëjtën kohë edhe pitoreske. Jeta e natës në sheshin Taksim e sidomos në rrugën Istiklal më është dukur më e bukur edhe se në vende që i kam vizituar më herët. Vlen të theksojmë se historia tepër e veçantë e Stambollit, si dhe kultura e popullit turk, bën që njerëzit ta duan dhe të rikthehen vazhdimisht në këtë metropol. Me që ishte sezona e prodhimit të vajit të ullirit, rrugës për në Bursa u ndala për një çast të shoh se si prodhohej vaji i ullirit, që është me të vërtetë i shëndetshëm, sidomos kur një lugë me vaj ulliri e konsumojmë herët në mëngjes kur zgjohemi nga gjumi. Vaji i ullirit ndihmon në uljen e tensionit, rregullimin e diabetit dhe ndihmon tregjen e ushqimit. Dhe thuajse nuk mund të evitohej asnjë specialitet pa përdorimin e vajit të ullirit.
Bursa është qytet me 3 milion banor dhe është kryeqendër industriale turke. Në këtë qytet, llogaritet të jetojnë rreth 300.000 shqiptar. Bile thuajse dhe ka lagje të tëra ku jetojnë vetëm shqiptar. Këtu do të takojmë kryesinë e shoqatës kulturore shqiptare. Tepër interesant është fakti se udhëheqësit e kësaj shoqate kulturore shqiptare ishin familjarë të veprimtarëve të shuar të çështjes kombëtare. Në moshën 6 vjeçare në vitin 1989 do shpërngulet nga Gjilani për Turqi familja e Muhamet Sherifit, i cili sot është dizajner dhe ka firmën e vete. Por jeta në një shtet të ri duke lënë pas familje në Kosovë nuk ishte edhe aq e lehtë për të. Në atë kohë problemat ka pas edhe shqiptarët në Kosovë, sidomos edhe shqiptarët që kanë ardhur në Turqi përmjetu përgjithësi. Se kemi ditë as gjuhën, as kulturën, jeta zor në ka, vështirë në ka kalu edhe në Turqi, po edhe këtë me mendimin e në Kosovës në ka kalu. Do të thotë ju ka mendjen e keni patur të Kosovës, se që keni patur edhe shokët dhe familjen. Po, familjen hala këtë në Kosovë kemi, edhe në atë kohë, si që thot koha kone keqe, vështirë për shqiptarët e Kosovës, sidomos edhe të Maqedonisë. Dhe trupi në Turqi u konë, po mendimi krytë u konë këtë në Kosovë. Studimin e kemi po në Turqi, po se si jemi këput për kulturës shqiptare, se kemi haru gjuhën, se sidomos në shpe kemi përdor përja në familjen gjuhën edhe në për shoqatën me bashkë me shoqënien, se kemi haru dhe se kemi pas qef kur me haru gjuhën. Dhe për që ato kemi majtë për e gjallë gjuhën edhe kulturën shqiptare sa kemi mujtë për mbrus. Para shpërthimit të luftës në Kosovë, keni organizuar ju dhe bashkëkandidatarët tanë këtu edhe shumë demonstrata. Po, para luftës, në atë kohës luftës, dhe zotri Mertali ku në atë kohë në bursë patardhen, ne jemi konë në shumë matri, jemi konë këta matë mëdhaj që janë konë e kanë organizu. Po, ka pas demonstrata shumë edhe për mbrus, ka pas Afrika 2.000-3.000 vetë, jënë konë në për demonstrata për Kosovën, kam pas shumë dima për Kosovë, organizimin e kam pas se atëherë gjallë. Vlen të theksojmë për teleshikuesit tanë se për ndryshe Daja e juaj është edhe një nga aktivistët shumë të njohur të popullit tonë, do të thotë një njeri i cili me kalimin e kohës ka përjetuar gjithçka, ka qenë ish i burgosur politik, më pastaj ka vuajtur natyrisht shumë për shumë çështje, dhe ky njeri është Hidayet Hiseni. Sa ka qenë ndikimi i Dajës që ju të merreni me çështjen kombëtare këtu në Bursë? Dajës shumë, se nëse nipat me thonë, kemi këshur hala me që atë ideitetin që e kanë që ata aktivistët e atë kohës, Hidayet Hisenit, Kadri Zekës, Jusuf Kjarvelës, e na të rritë, me qatë mendeme kemi që me që këtë kulturën hala ma për para. Si shqiptarët mësë me pas lidhet këpota me tokat shqiptare, me Kosovën, me Shqipnien, me Maqedonien. Me që ato mendimat e vjetra, dajve, migjave, ta të mjallë të ndajve që në kanë mësu në atë ko, në po këshiru me që hala edhe në 2018 edhe sa të në jebë zote mundësinë edhe me që hala ma larkë, po, pse jo. A e vizitoni Kosovën dhe njerë? Po, që familjen kretë atë e kemi. Para 2 vjetëve masë rambi kur kesh në Kosovë, pata mundësinë me vizitu pak. Unë sot pash se Bursa ishte një qytet shumë i madh dhe industrial. Po. Është vështirë të dihet numri i shqiptarëve, megjithatë, a keni ju ndonjë shifër se sa mund të jetë numri i shqiptarëve që jetojnë në Bursa? Afër ka 300.000 shqiptarë do të me pas Bursa. Po, janë shqiptarë shumë të vjetër të ardhmen për Bursa, do me thonë se do për me ju në asimilu, do hala kulturën për mujnë me që gjallë, do për mundohen si na për mës me hu për gjëheqë. Ka shumë shqiptarë, ka Brusë, për ka dhe sidomos edhe ka Stamboli, ka Ankare, Nizmir,
në qyteta tjera ka nadana, ka shqiptarit 5-6 brez është shqiptar nadana që hala e ka mbrojt gjuhën, ka afer ka Samsuni shqiptarët ata janë 5 brez, 6 brez që i qonë hala gjuhën se kanë haru. Po mundohemi na për mësë me haru edhe gjuhën edhe kulturën. A i ndjekni ndonjëherë televizionet në gjuhën shqipe, mediat shqiptare? A i ndjekin shqiptarët tua? Keni informata për to? Po, kemi lidhe në më shumë me internet, po kemi lidhe sa po mundome televizorët e Kosovës ose gazetat sa po mu mi pa në për internet. Dhe nga cili vit ju jeni kryetari i shoqata, apo nga cili vit ekziston shoqata? Po, shoqata e kemi themeluar 2016 shoqatën në Bruse, që është me emër shqiptare shoqata e pare edhe e Turqisë edhe e Brusës. Se me mendim ka pas shumë shoqata në Turqi me tjera emra, po me emër shoqata kulturore shqiptare është themelim shumë i ndryshe për neve për shqiptarët. I bashkon të gjithë me një Të gjithë, si që thoni, ka shqiptarët edhe në Maqedoni, në Serbi, po, Lugin Preshevës. Kretë ka smos, ka Shqipëria, është Maqedonia, Kosova. S'patëm qef me ndu që një emër ose Kosova ose Maqedoni, shqiptarët e Kosovës. Shoqata kulturore shqiptarëve ka dyrë kretëve të hapta. Për neve këtu nuk ka problem as feja e shqiptarët që ka është, as e kajtë është. Vëq është më rëndësi më konë shqiptarët edhe me pas një identitetin për lidhën kulturore shqiptare. Dhe a mund të tregoni pak me çfarë aktivitete jeni marrë nga viti 2016 deri sot? Deri sot 2 herë kemi themelu kursin për gjuhën shqip. I kemi pas organizimet për kulturën, apo aty kemi bodo festivale për mbrus. Kemi me pas lidhet gjallë me shqiptarët e Turqisë edhe plus edhe me diasporën e shqiptarëve. Për ato i kemi kontaktat me pas pak ma gjallë. Për ato jemi mundu të erë sot. Këto shoqata që janë natyrisht edhe bashkë me tuaj, a vizitojnë shumë nga bashkëdhetarët tanë? Po, pa problem. Se si me më thonë 50 milion Turqi, jemi 2-3 milion shqiptare dhe më thonë jemi 7-8 shoqata shqiptare, sidomos i kemi lidhet me ato shoqata gjallë. Për herë shkome edhe ata vinë dhe kemi kontakte gjallë. Dhe kemi pukshimin me themelu dhe Federacionin Shqiptare në shoqatav në Turqi. Dhe hala mendimet i kemi edhe për ata me mujtë me themelu dhe Federacionin shoqatav. Jo veç me lo me shoqata. Historikisht dihet se shqiptarët kanë kontribuar shumë në krijimin e shtetit turk, po ashtu kontribuojnë shumë në kulturë, në sport dhe në aktivitetet të tjera. Po si i keni ju marrëdhëniet me vendasët këtu, me popullin turk? Shumë ka problema se si që shtat jo, shqiptarët janë shumë në kohat vjetër, këto që 300 vjetë janë të jetu shqiptarët në tokat. Dhe në kohë perëndërisë, në kohën të jetu, se edhe perëndëria konë në kohë Balkane, në kohë shqiptarëve, në vendin shqiptarëve, e kam pas një vëllaznie shumë të vjetër, për që ata neve nuk në shofin turqerit si të huj. Na jemi, me thonë, vendas jemi s'po, si turqerit që kanë hakina dhe na kemi hak në këtë toka, neve nuk në shofin si të hujt më konë. Për që ata në të tash edhe si shoqate, edhe nësi Muhamet Qiri kur si me pas problem se pëse unë konë shqiptar. është dhe unë konë shqiptar në Turqi shumë ma interesant se shqiptarët janë njerëzit besimtarë. Edhe i besojnë të qëli shqiptarëve dhe se që shtatë jo, në konë edhe perëndërijës kam punu vende shumë të malta dhe shqiptarët e kam pru, kulturën e kam pru në Turqi se për Balkanët shumë kulturë të madhe ka ardhë në dollë me thonë. Për që ata njeve përre mirë në kam pritë Turqelit, s'kemi pas problema kur. Po të kemi ne të dy jetë gjatë dhe shëndet dhe të vijun në vitin të themi 2014 këtu të vizitoj. Si mendoni atëherë shqiptarët? Do të ishin më të asimiluar, do të ishin më shqiptarë? Jo, inshallah, jo. Inshallah, neve në kalon koha dhe vjen koha ma e thmive. Inshallah ata e qonë hela ma për para.
Do të thotë ju besoni se shqiptarët nuk do të asimilohen, do të vazhdojnë traditat e veta, kulturën e vete. Jo, inshallah kur. Këtu prapa e kemi një do të thoja një fotografi të bukur me një shkrim të bukur të themeluesit të shtetit modern turk, Kemal Mustafas apo i njohur edhe si Kemal Atatürk, ati apo babai i Turqisë së re, dhe aty ka një shkrim të bukur. Do të na tregoni për çka bëhet fjalë këtu në këtë shkrim? Do të thonë se na shqiptarët e dimi si vllazëri. Edhe na i domi ata, edhe si shumë i larg pi neve. Na si shtet shqiptar kemi qef në Ballkan me pas vendet ku i kanë hak. Edhe shqiptarët në çdo kohë neve mundem me ne besu. Arritjet e shqiptarëve në Turqi janë tepër impresionuese. Në qendër të Bursës, në të njëjtën ndërtesë ku ndodhej selia e shoqatës kulturore shqiptare, ndodhej edhe zyra e avokatit të mirënjohur me origjinë shqiptare, Refik Beri. Të parin që e kontaktuam në Bursa ishit ju, dhe na vjen shumë mirë që na pranuat. Gëzim për neve është jenorën me vizitu, ne shqiptarët jemi shkepën në gjithë botët, me dashërinë e atlet. Dashuria e atlet ju ka pru ju e këto, faleminderit shumë për neve. Këto jetojmë si avokat, unë privat punoj, jemi orë 1969 pej Kosove. Cilit vend? Pej Gilonit jemi orëna, pej Gilonit, në fshat Kamenisës jemi. Me dashurinë atlet, me vullnetin e atlet, suksesin në punë kemi këto. Ku takomi, ku e folmi sa jemi shqiptar, në dashuri e gjojme këtu në qafan neve se asë në shqiptar krejt shqiptarët e din sa punojnë mirë, sa pozitiv janë, e dojnë shqiptarët Turki këtu. Nuk kemi heken jabanxhi, nuk e kemi ditën vetën. Do thotë s'ka pat diskriminim dhe nuk e keni ngje veten si i huj jam ose vipet diku. Jo, na kanë nimu vesh kur kemi orlën nuk kemi ditën turqisht, masanena kemi mësu turqishtën. Çaj problemo kon vesh ai me një kohë o kalu, ti tash të mirë jemi. Vesh atlen nuk do të me haru, një kohë shumë mirë është për sot se kufijat nuk ka metën, kufija nuk ka kurgja, me internet po mujme me taku. Ku dojme, me internet po mujme me taku, për që ata të tash të shqiptarë dy shteta e kanë botë, Kosovën edhe Shqipërinë, të tash të jemi maj fort, këta shtetat kanë nevoj gjuhën shqipe me mësu ku do jetojnë shqiptarët. Se unë e di ku do jetojnë shqiptarët, dashurinë e atlet nuk e harrojnë. Dhe po ashtu të bëjnë diçka që edhe ju këtu ta mësoni, ta përvetsoni më mirë gjuhën shqipe. Po na këto në universitet këto jonor për Shqipëria po pëse për Kosove këto universitet sa mësojnë shqiptarët, djelët ose qikat, me ata po mlerë me ka 2 herë, edhe këto e kemi qelë 2 herë gjuhën shqipe me mësu. Tani masanena këtë punën ja kemi lonë komunës, komuna e ka qelë, kush donë, veç në pyetja jep, unë po kam qef me mësu shqip, mësusin ja tregojnë, venin ja tregojnë. Do një thoni se Komuna e Bursës u amundson shqiptarëve që të mësojnë në gjuhën shqipe nëse kanë dëshirë në për një gjë të tillë. Shteti, me thonë ma mirë, është se komuna shteti Turqisë, ku donë me shkru ose në shkollë, ose privat këtu, sa i moqëm është, sa nuk shkan shkollë, unë po du me mësu shqipën, mon ja japin mësusin, mësimin, mon me mësu. Friko bo kë se në vjet e gjysë bo kë, me legjë bo kë, me legjë. Ku do jetojnë shqiptarë në Turqi, thmin në shkollë, vesh në legjë me thonën, unë po kam qef me thmin tem me mësu shqip, atë në shkollë,
Shkolla e siguron. Shkolla e siguron mësim. Po kjo një arritje e madhe besoj për ju, a? Për Turki shumë mirë, veç jemi vanu se në Turki shqiptarët shumë të vjetër janë. One kur për kalzoj 1969 një morë, shumë herët i paskinor, se para Osmanlive ko këtu venë. Dhe shumë interesant është ata gjuhën e kanë haru veç vetën shqiptar e din sa jemi shqiptar, folin thot jam shqiptar elone, veç origjinin nuk i kanë haru, veç koha guha sa folët, sa përdorët pëmsot, unë sa pëmoj me folën të tashti shëp me juve, të shpia kime folën, për që ata pëdi se mësë më pas folë të shpia, i kis me haru që të gjurë. A ka shumë që flasin në shtëpi shqip këtu në Bursa? Ka shumë interesant se të shtëpia shqiptarët shqip folin. Edhe martesat sa i kanë bo me shqiptarët, ata i vazhdojnë këtë traditën. Vesh brez mas brezi, gjuha po harot. Po harot. Vesh të tashti kush don mund me shku në Kosovë, kush don mund me shku në Shqipni, se në vakt për shqiptar shumë interesant u konë historia. Shqipnia vetë u konë mshel me regjimin komunist, jo edhe në ma mirë, edhe pe Kosovë nuk ke mujtën me shku në Shqipëri. Të tashti ku do jeton, ndesh Shqipërinë mund me vizitu, ndesh Kosovën mund me vizitu, ku shkoj me atje, zemra në bëhet malë, ku i shoh me vend atje. Dhe shpesh shkoni, ju bie rruga ka një? Po, normalisht do të doja të them se ju po ashtu jeni familari një bashkëdhetari të njohur në mesin ton, e dim pra Kadri Zekën, i cili ka rënë dëshmor bashkë me vëllezërit Gërvalla në janar të vitit 1982 në Untergruppenbach të Gjermanisë. A do ta tregoni pak si e mbani mend ju familjarin tuaj? Me Kadrin krenari jemi. Këtëna komenoj omdhimët se në njerën shumë bukur o konë. Jo se djoli halës temës, veç e kanë shkatru jetën atë kohës, Barloshi, Jusufi, Kadria, në brez se fort jënë konë, kur po më jenë men, mësë ma zini për Kosovë se... Jo, absolutikisht, do të them se njëjtën dhimbje e kam edhe unë edhe shumë shqiptarë të tjerë, dhe i përkujtojmë çdo herë kur vin janari, me që kanë qenë edhe ndër të parët që kanë njoftuar opinionin perëndimor për padrejtësi që u bëshin shqiptarëve, jo vetëm në Kosovë, për në tërë ish Jugosllavinë. Andria shumë kush e kanë njoftën edin. Ka ortena, kemi jetu bashkë, ose Kadria, ose Nuhi Berisha. Nuhi Berisha është djali me gjithëm, Kadrin që që ka mëne djali holës, edhe aj, që e ka posh. Kanorën të na, kemi vizitu, ata të dhe të kanë posh një dashëri, kombin shqiptar me posh pavarësi. Kombi shqiptar, që që donë shpirti shqiptar me jetu. Në vend vetë, tjetër kënë jo. Atle, popli shqiptar, që që donë traditat, shpirti që që donë me jetu, kur këna mis me hi. Vesh atlejen, që që ka donë zakoni, që ata e kanë deshën, sot në ko mirosh për shqiptar, se këta e kanë po, në qore nuk ka posën shqiptar të atle, me jetu me tradit, shqiptar që shedojnë, këta politikat ka më bo ma mirë, se shqiptar të sinojnë atë venë. Shqiptare për vetin... Ne jemi zoti shtëpisë tonë. Po, qashtë është. Vesh Kadria, Nuhia, shumë një njerit mirë jënë konë, ose se janë familjarë, me jo vesh, për menoj, qashtë. Qëllimi i tyre ka qenë bashkimi gjitha trojeve shqiptare në Jugosllavi në një
bashkë me Shqipërinë dhe jeni ju si avokat, ne si gazetar dhe të tjerë që duhet këto punë t'i vazhdojmë, që edhe ata një ditë nga qielli të na buzëqeshin. Qashtu është. Në kohë të tash shumë është mirë për shqiptarëve, ku do jetojnë. Edhe ju keni orlën, keni vizitu shumë faleminderit. Juve ju ka pru apet shpirti shqiptar, pse po doni me na njoftën neve, edhe na po kemi qef me ju njofun juve, ku do jetojnë shqiptarët diasporës, se na jemi shkepën gjithë botën jemi shkepën, të tash se do të minemu atletë. Edhe atletë me smaru shqiptarët sa kanë shku emigrantë. Zoti Refik, ju faleminderit shumë për mikpritjen dhe për gjithë shka që bëhet për ne sot, e latë edhe punët tuaja, e latë edhe zyrën, erdhët të jeni bashkë me ne. Krasni është për neve. Faleminderit shumë, po shpresoj edhe njëherë të na vini në Danimark, edhe ne që t'ju shëtisim pak dhe që tregojmë se si jetojnë shqiptarët. Kemi qef, i sola takome, veç ma knasni është krejt mu taku atë venin, edhe kur vim Danimark, jo ku shkoj vizit tjetër ven, i këshyre ku ko shqiptar. Shumë interesant, një rast për kalzoj këtu, një koleg i jem është shumë i ma që më ka orë, veç edin vetin shqiptar, unë e ku e posh ato, u do ke shqiptar, ti je shqiptar, thash, ku përdin, tha, sa jam shqiptar, po di just, tha, po, nona jeme, boba jeme shqiptar, veç e ka haru gjuhën, në Fransë ku ka shku, apet një shqiptar, ka thonën të shqiptarje, a tha, të ta se do të me mësu shqipën, se ju më korrit aty, kretë kur po mësojnë, sa jam shqiptar, unë e vetën do të me mësu shqip, ja ka nisën me mësu shqipën, shqiptarët e kanë një hije e kulturës, shumë interesant është, shumë herë jom taku me shumë shqiptar, ose mbrus, ose në tjetër shtet, ku po takohemi sikur një familje me jemi rritën me ata. Mendimin njëjtë e kemi, sikur një vlo, sikur një motor, mu taku me ata knasni jemi, për që ata, ku do jotan, sot me juve ju mu taku, qatë knasni apet e kam, me fjollë, shumë faleminderit, veç keqëm kene prekën me kadrin atë, korovje, mërzit ashtë. Besoj, po ne jemi shumë të gëzuar që pikrisht është familja juaj dhe pikrisht nga gjiri i popullit shqiptar kanë dalë bitë të tillë të cilët janë kundërvënë politikës diskriminuese jugoslave në momentet më të vështira. Kjo familja Krejve është, kombit shqiptar është kjo familja Krejve është, për që ata jo në sëkur familja jemi vesh, një kohë një brez ka shku vesh, ata brez janë knasi se sot Kosovas pavarësi. Për para se të vizitoj kryesinë e shoqatës kulturore shqiptare në Turgut Lua afër Izmirit, mu dha mundësia të shoh edhe një vend turistik si Pamukkale, ku zakonisht njerëzit vinë për të shëruar. Pamukkale në turqit e quajnë kështjell të pambukt për shkak të ngjashmërisë që terracat e bardha kanë me plantacionet e pambukut që kultivohen në Turqinë qendrore. Në një farë mënyre, pishina e shenjtë në Pamukkale njihet gjithashtu si pishina e Kleopatrës, pasi thuhet se faraonesha egjiptiane ka notuar pikërisht aty. Janë rreth 17 burime me ujë të nxehtë në të gjithë zonën. Pamukkale ka mbi 2 milion vizitorë në vit dhe është gjithashtu atraksioni më i vizituar i Turqisë. Në vitin 1988, Pamukkale së bashku me Hierapolisin u njohën si vende të trashëgimisë botërore nga UNESCO. Me që jam i apasionuar pas historisë, Efesus ishte patjetër në hartën time të eksplorimit të Turqisë. Efesus ndodhet rreth 1 orë larg nga Izmiri. Efesi dikur ishte një qytet i lashtë grek dhe sot rënojat e saj janë shumë interesante për të vizituar. E gjithë zona tani është një vend i trashëgimisë botërore të UNESCO-s. Enver Aydin është me origjinë turke dhe është një kolegu im i punës në Danimark.
me që edhe ai ndodhej këtu për pushime, më shoqëroi dhe më ndihmoi shumë. Por patjetër të vizitoja edhe fshatin e tij në afërsi të qytetit Ushak. Kur morën vesh familjarët e tij se një shqiptar ishte shoku i tij, gjithsesi se më ftuan në darkë dhe darka turke pa muzikë nuk shkon. Me keqardhje më thanë se nuk dinin asnjë këngë shqipe, por herën tjetër mbrëmja do të ishte kryekput me këngë shqipe të kënduara nga ta. Unë mundova të paktën me instrumentin që e dua më shumë, kitarën, ti ndjeki ata duke kënduar turqisht. Si në vendet e tjera, po ashtu edhe në Turgutlu, do të takoj aktivistë të mirënjohur të komunitetit shqiptar. Edhe pse pak e njihte gjuhën shqipe, por asgjë nuk do ta ndalte kryetarin e shoqatës kulturore shqiptare, Eyüp Özbilen, që të bashkoj shqiptarët dhe të kultivoj kulturën shqiptare në Turgutlu, ku jetonin rreth 13.000 shqiptar. Unë e shqiptar jom, pak po di, pak po thota arnëm që titin e mirë si ellët, te dua, çka po do të Faleminderit, shumë faleminderit. Shpresoj se kur do hapen më shumë kurse me gjuhën shqipe do ta mësoni më mirë. Inshallah. Dhe do të kthehemi nga ju jeni në fakt ndihmësja e zotit e ju. Dhe do të tregoni ju fillimisht si quheni dhe nga e keni preardhjen tuaj. Unë jam shqiptar, Feride Ustuxhan. Prej Prishtinën po ardhëm. Babgjyshi, baba, aty kanë baba dhe mama. Ferizaj, Shkup, kretë aty i kom. Keni familje, ha? Po, hallavla, dajt i kom atje, kusherit i kom atje, një hall e kam. Edhe nga t'jemi shumë, me thonëm që lartë, edhe akrabat, opqinë, jo, nga t'jemi shumë. Edhe shpesh shkoj dhe Kosovë, na kulturale shumë jemi minime, shumë. Që sa vite ekziston qendra kulturore shqiptare? Frik, 2 vjet, 2 kilo në bashkë,
Dernek olur. Tabii. 2 vjet, që 2 vjet jemi. Tere i kemi mbledhën shqiptar, hoqa shumë jemi lodhën. Ama si jemi mbledhën, që tash kur kush s'po don mu da. Ja 2-3 herë jemi të mbledhën edhe kënojmë shqip, bojmë matë vetë shqip. Qysh mu i thonën, jemi të knaqë. Sigur me qenë Kosovës e Bashkështu. Tonë të janë ardhën para 1989. Kanë ardhën këtu. Baba në paskanë të 16 vjetë ka janë ardhën. Baba janë 16 vjetë shkanë ardhën këtu. Me babën jemi të folëm, ne jam rritën me gjyshe me babë gjysh. Do toni 1939, a 89? 1959. Turkia i do të shqiptarët shumë. Se në kusë që mi, adin për keqë, që mi marëm vesh me Turki, me Turqeli. Kalojnë mirë. Shumë mirë kemi kalu edhe Turqelit në dojnë neve, edhe në i dojnë në Turqelit shumë. Se kalabrak jemi të shumë. Edhe unë e kom vrejtë, çdo ku shkoj të thonë si jam shqiptar, shumë mirë më presin. Po, Dësha që pjesë, tani shumë veta kanë filluar të mësojnë gjuhën Shqipe. Në Stamboll pa, në Bursa pa, këtu si shkon puna, ka kursa, a mundon të mësojnë gjuhën Shqipe? Po, e kemi një kurs, javë 3 net vinë, po, javë 3 net vinë, vallaj edhe ato plesht vinë, që e kanë haru Shqipin, apet me tregu, apet me guptu, po vinë, po ngojnë, edhe po qa shumë i kime dhonën letrat atë që e kanë kryjë shkollën. Një vërtetim se kanë kryjë kurset të gjuhën Shqipe. Po, vjet. Para një muje, këtu e kime pasën Shqipa, i thonë koncert edhe jo. Koncert, po. Po, në ka ardhën edhe Kosova e nje, abishe, Soner Özbilen që është shqiptarë, bashkëmiqe ka, bashkëmiqe ka, ajo ardhën shqip, me ka punu të edhe një kongatarë se atë një shli, o konë edhe aj shqip ka të mu, se edhe aj kusherit i ka, se atë një shli, atë i ka, kusherit i ka, edhe jemi konë në 7.000 vetë që i kemi ndu koncert. Ka lavlak, jemi konë në shumë kretarë të qytetit tonë, të jonë konë ata bashkë të lajtë. Bile e qatë dit e ka pasëm, darsëm, sunet e vojt e djallin, milisi këtu hit, a i madhe, kur kush nuk është shku aty, asë një kretarë, kretionarë në koncert tonë. Bile jemi gëzu shumë, se a ma i madhe ke, o du kemi shku edhe atje, vesh neve në thanë, ja, e ju ku qabon, në maskina jemi, edhe në dojnë, ma bashkanin një me shumë e kam dashtë, shumë e dojnë, qa vjen shqiptar për Kosove, mu dohëm me folën shqip. Shumë mirë. Kadere javash. Shumë mirë. Unë ju kuptoj shumë mirë. Alo, falem njërës. O dhe këtu jom ne, me gjysh me barë gjysh. Me gjysh edhe me barë gjysh jom rritëm, në ishte bërë që ta pak. E kemi mësu, po që ta që e kemi nru duhën me gramatik. Ato më thonin. Po, me gramatik, po. Ashtë pak ma problem, a e ka qenë gjuhë lokale, a? Po. Desha që pjesë rinja që e të në këtu, a shkollohen në për universitet, shqiptarës që e të këtu? Shkode për shkollë, po do në thonë në? Po, shqiptarës që shkollë, në për fakultetat plot, sa të dush. Ato mjetë që i kemi këtu, arsimtarë të kemi këtu, kryetarët e qytetit tonë, ko gja shumë janë shqiptarë. Na, për Turkima, sukur me konë Turqeli që tonë, e kemi zonë venin, edhe nga dojnë njëve shumë, millet shumë ka këtu. Në qytetë tonë platë. Po, shqiptarë bryshe kanë venin. Duke se shqiptarët ma shumë i dunë se në kjerë. Ma shumë. Una ashtu mund. Turqeli, masane shqiptarë po. Se shumë heret janë ardhët, edhe s'kanë punë i s'kanë keqë. Kanë do punë të mira. Shumë punë të mira, edhe henëzi kemi madin trit që jonë që shku në shkollë, edhe ato të mbajtë, po që shumë punë të mira. Bashkani që është bashkan me neve mirë, po, edhe ka punën që shqithone banisa që marrë. Ndërtik, inxinjer ndërtik. Edhe shqiptarë, edhe shqipteri si
Ta kishim një tani do të dëgjoni po. Unë do t'i kthejmë tani këti gjaloshit këtu, a do t'a tërgoj që si e ke emrin e emrin? Bilal Alsaç. Bilal Alsaç. Çka je me profesion ti? Çfarë profesion? Makine teknisi. CNC. Dhe pse ke vendos ti ndihmosh qendrës kulturore shqiptare, këtu faktikisht shoqatës kulturore shqiptare. Ti je aktiv shumë me Zotrin e Jug dhe me zonjën Neler Feride. yapıyorsunuz? Ya. Sen çok aktifsin, duydum, ben anlattım. Dernek Takdir Derneği birlikte kurduk hep beraber. Kred başka. Evet. Büyük baba Babcuşi. var. 1934 yılında henüz 6 aylıkken buraya gelmiş, bu topraklara gelmiş. Yani üçüncü kuşağında burada. Nimeye nošne tuda dekotum kalbim babcuşi tu. One babcuşi baba one. Tre jenerasyona yeni. Ona rağmen içimdeki o Kosova'ya olan sevgi, hani tabiri caizse damarlarımızdaki yakından hala anlatıyor. One džokina kapšika. Folship, bu folship. Ama do ta mësojsh. Pak, vallahi şupak. 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 Edhe unë shumë pak turqisht di. İnşallah siz Türkçeden anlamışsa. Evet. A mendoni ta mësoni? Ta mësoni ya. Öğrenciniz mi diyor? İnşallah çok istiyoruz. Ama şöyle bir sıkıntı var. Dildeki değişim. Yani Ne gramatik? Ama gramatik de. Ama Arapça. Ama Arapça. Ama şu an gramatikte yok. Sigurisht gjuha lokale më e lehtë. Kosovë problem. Gjuhë vogël me fol gramatika, babgjysh me fol Gjuhë lokale. Problem është. Problem është, po. Me babës të fol me shqip, tonë vogël kusheri, kusheri fol gramatika, babë s'marrë. Po, është me rëndësi nëse njeriu në zemër e ngjen veten shqiptar, ajo është shumë e rëndësishme, ha. Gjuha tani është normale njerëzit flasin gjuhë tjetër. Ne me kültürün shqiptare jemi rritin këtu, edhe po kemi qef që më mbledhëm në po bashkë. Jemi, se e vërtet o që Bilali edhe na jemi mitu shumë, veç për këtë tëra ka posë shumë o lodhë, edhe kuna që o shumë i ri. Na i dojna fort venin tonë, që jemi shqiptarë, shqyqur zotit, edhe që ju kunë një ri shumë ka pasën, që më thëtë, gjaki pa që ka shqiptarë, jo më e ku gjaki shqiptarë, se ka, nonën e ka Bollajin, babën e ka Petrovs, nonën e babë shqiptarë ka. Sa mirë, kretë të rritë e kemi kështu, kretë kështu janë, kretë kanë qefë me shqiptarë, dhe më vjedhë më po bashkë, me pas me kohën vetë tonë, edhe më mirë. Po tani, po, tani ashtu
e ka dashur, si të themi, nuk ka qenë fat, po ka qenë një e keqe që ka ndodhur shqiptarëve që është dashur të largohen, dikush prej Çekit, dikush prej zonit, që shkina për vendjeqera, po mirë që nuk e harrojmë atë kulturën tonë. Ja, shmarohet ja, se shqiptar shumë jemi. Shumë jemi. Edhe sa jemi bashkë shqiptar, sa dina kemi qëtë me folin shqip, sa të mujnë. Ka shumë. Zdihet, sa të mujnë folim shqip, e kemi qëtë me smaru bullën. Po në kanë e shkoj Kosovë, po nga boj, se e kemi haru bullën, po qëtash që kemi qeve në venin këtë role, qëtash që kemi mësus, arsimtati kemi që po në mësoj njeve shqip, edhe apet, kena me ndreqën, kena me përmbledhën nga bullën tonë, apet. Edhe sa ka rëndësi Kemal Atatürk tonë? Sa e respektojnë njerëzit? Shumë. Themeluesi shtetit të ri, modern. Atatürk'ün bugün ölüm yıl dönümü ya, shumë edhe na shqiptarët e dojna shumë. Është ande nga rrethi jon dikua, manastirit, Selanikut. Po, Selanik o le. Selanik i dojnë, edhe shumë e dojnë, edhe fëmija tonë jonë rritën adem në për shkollë. E kanë mësu Atatürk'ün, kanë mësu. Edhe kryetari madhë konë, edhe per botë konë një madhë shumë. Edhe mik i mirë i shqiptarëve. Shumë. Dhe Păi ne katune de kişi, ona çıtaş. Hocacıkta ona Arnavutça çevirmek, katone bağız Atatürk'ün hocacık ekşi basın. Yani Kosovas. Ka origjinë shqiptare. Pode, Sümavi tokona ne? Edhe bjon. Pode, Sümavi'tar. İşleri Bakanımız oldu da Şermi Merakibi de söyle. Bunlar Kryetari adın Türkiye'si yaş çünkü sonra Dışişleri Bakanı şuştuğut mi sonra ne per Avrupa çeşkol Kryetari de tont mal edhe ajo shqiptar edhe një e keme që shku Mehmet Akif Ersoy. Himni. Edhe ajo shqiptar, tont janë këta krejt shqiptar e keme. Alfabetin turk shqiptar. Po dhe Stadiumi Galatasaray, universitetet. Galatasaray, kulübü var. Sami Fresh, Hasan Tahsin, këta krejt shqiptar të keme. Shqiptar të keme. Na shumë pasun e kemi këto. Po, e besoj. Mas shqiptar shumë pasun e kemi. Edhe shumë mikpritur, çdo kim kam qenë, më kam pritur shumë mirë. Edhe shqiptarëve të tjerë, shumë mirë. Po. S'është hera parë që shumë mirë. Unë ju falenderoj shumë, kërkoj ndjes se nuk kam më shumë kohë, po shpresoj të vinë një herë tjetër, të rrim më gjatë dhe të bëjmë më shumë intervistë. Shumë faleminderit. Shumë selam Kosovës, Danimarka, shumë selam. Selam boni. Ku ka shqip që Me Sibirja, me Amerika, me Turqie, jo problem. Shqiptare me paq. Shumë selam. Ju faleminderit zotëri, suksese. Do një ditë faleminderit, suksese. Faleminderit shumë, suksese në gjitha të mira. Shumë faleminderit. Në Izmir jetojnë rreth 700.000 shqiptar dhe është një qytet në të cilin janë vendosur shumë nga emisionet më të njohura të Turqisë. Në bazë të asaj çka pash, mund të konkludoj se shqiptarët në Turqi më së shumti i gjejmë në pjesën perëndimore të shtetit, që është edhe zona më e zhvilluar e Turqisë. I gjeta të respektuar, të mirë integruar dhe me vetdije më të lartë kombëtare se më parë. Mikpritja bujare shqiptare si në Stamboll, Bursa, po ashtu edhe në Turgutlu, gjithsesi ishte tepër impresionuese.